Pra inshallah, kur erdhi një sahabi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ja Rasulullah, më mëson, nga se unë nuk po kam oratori, nuk po di unë me fol dinin e Allahut si ti." Tha vetëm, a i thariste në fjallën La ilaha illallah. Pejgamberi Allahut ju përgjigj dhe i tha: "Krejt na për rreth qasaj jemi duke u sjell dhe duke bisedu për ta." Pra vëllezër të ndershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 23 vite, në veçanti 13 vite, ja mësoi shokëve të pejgamberit Allahut fjalën La ilaha illallah. Për derisa këtë rëndësi të madhe e ka, që krijesat më të dashur, më të zgjedhur të Allahut, Allahu i dërgoi për t'ja kuptu ummetit të vet saktësinë, kuptimin e saktë të kësaj fjale, ku jemi ne ndaj kësaj fjale, që ta kuptojmë saktësisht çka dashti Allahu azza wa jall nga ne, çka do të thotë të lidhësh beslidhje mes robit Allahut dhe Allahut, beslidhje mes muslimanit dhe Allahut, a kjo fjalë La ilaha illallah. Çdo beslidhje në këtë dunja ka sharte dhe kushte. Çka mendon njëri i cili e ban një kontratë me dikan dhe nënshkruan, mirë po nuk kupton gjona atë kontratë. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu para ta na i çoi pejgambert që na sqarojnë çfarë beslidhje, cila është beslidhja dhe çka do të thotë ku ta shqiptojsh këtë fjalë La ilaha illallah. Për këtë arsye kuptimi i saktë tek ehli sunneti dhe xhamati kanë thonë se Allahu azza wa jall nuk ka dashur me thonë se s'ka të adhuruar në tokë pos Allahu. Kjo është e gabuar. Për shkak se ne e dim se disa i adhurojnë gurët, e të qertë i adhurojnë pemët, e të qertë i adhurojnë shtazët, që do të shohmi në dersin e ardhshëm. Kam lexuar material që kishte njerëz që i kishin morë për zota dhe po i adhurojshin mit. Pra do t'ju tregojmë pse mit i kanë morë zota ata. Ndërsa të gjithë ne e dim se në Indi e adhurojnë edhe lopët, pra gurët, njerëzit pos Allahut azza wa jall adhurohen. Pra Allahu nuk deshti me thonë me fjalën La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar pos Allahut, për shkak se dhe Allahu në Kurani Kerim, idhut të cilët ishin në Mekke, Allahu azza wa jall i emërtoi me emrin Zota. Pra nuk i sjellin dobi zotat e tyre. Pra Allahu e pohoi dhe e pranoi që vërtet ka zota që adhurohen në tokë. Allahu azza wa jall gjithashtu në nefsin ka njerëz të cilët e adhurojnë epshin e tyre. Çdo se ndin, çdo se kuptojnë, mirë po kënaqësit pakorshme nefsit të tij së ne lën, për ata Allahu azza wa jall thot: "A i keni pa ata të cilët e kanë morë zot nefsin e tyre, epshin e tyre, kënaqësitë e tyre." Allahu azza wa jall zot adhurues e ka konsideru atë që adhuron nefsin e tij. Pra nuk ka ardhur kjo fjalë me na tregu se s'ka zotra, për shkak se ne vetëm kur i hap lajmet e ndëgjon kohën bashkohore në akhiri zaman, dhe kjo janë hikmet më i madh i Allahut në këtë kohën moderne, që me i tregu edhe plakut edhe plakës, me i tregu të rriturit edhe fëmis, për shkak se ato e kanë emërtu vetën e tyre zota. Për ata u taku zoti filoni me zotin filon, që Allahu azza wa jall neve nga kërku nga ne, nëse jena ata të cilët i takojmë fjalës La ilaha illallah, që të heqmi dorë nga të gjithë zotrat të cilët i kanë shpall vetën e tyre zot pas Allahut azza wa jall. Pra Allah me fjalën La ilaha illallah nuk deshti që të thot s'ka të adhuruar pos Allahut. Ka të adhuruar pos Allahut në tokë plot.
ndoshta Allahu është më pak që adhurohet në tokë. Megjithatë, Allahu deshti në përmes kësaj fjalë, la ilaha illallah, të na bën me dije të parë, të na tregon se krejt këta që adhurohen pos Allahut janë me të padrejt. Cili është që meriton të adhurohet, cili janë me që meriton të duhet, cili është që meriton të nështromu, cili është që meriton të frigmo, cili është që të shpresojmë është vetëm Allah. Pra vëllezër të ndershëm, dhe ki kuptim është i nxjerrur nga fjala Allahut Azza wa Jall që thot në Kur'anin e Kerim, dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Për shkak se Allahu është hak në të drejtë. Wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Çdo kush që madhrohet, çdo kush që adhurohet, është në të kodë dhe në të padrejt. Wa anna Allaha huwa al-aliyyu al-kabir. Dhe thot Allah në Kur'anin e Kerim, wa ilahukum ilahun wahid. Jo e keni vetëm një Zot. Pase Allahu nuk e kalon me kaq, që mos vinë dreqnat dhe shejtanët nga gjinët dhe njerëzit, që të manipulojnë me ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe t'i thojnë, wa ilahukum ilahun wahid. Jo e keni vetëm një Zot, që do të thotë se ju një Zot, krishtert një Zot, qifutët një Zot, të qertë e kanë Zotat e tyre. Allahu e definoj, tha wa ilahukum ilahun wahid. Është vetëm një Zot, kusha ja Rab? Allahu tha la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. A vetëm Allahu që e ka rahmetin e madh. Kush kënë ka? Pra Zoti jon, Zoti të qerve është vetëm Allahu që meriton adhurimin.